Përmbaruesit po bojkotojnë ndryshimet e ligjit për përmbarimin që po gatuhet në Ministrinë e Drejtësisë. Ata e braktisën grupin punues pasi drejtësia u ndaloi të ndërhyjnë në pjesën e pagesave nga qytetarët. Përmbaruesit propozuan një formë të arsyeshme të shlyerjes së borxheve, veçanërisht për faturat e shërbimeve, për të ulur kostet gjatë përmbarimit, ku për një borxh prej 50 denarësh nga llogaritë e qytetarëve, shpesh ngarkoheshin edhe 15.000 denar. Këtë e deklaroi presidenti i Odës së përmbaruesve, Vesna Dellovska, në emisionin Biznes 21. Ata kërkojnë të tërhiqen këto ndryshime, që sipas tyre nuk janë thelbësore si dhe hartimin e një ligji të ри plotësisht. На вториот состанок, кога ги пративме предлогот на првите измена, нашите предлози на првите 50 членови, тогаш бевме непријатно изненадени, кога не рекоа дека во тој дел законот не сме да се чепка. И за да објаснам... Кој ви рече дека законот не сме да се чепка во тој дел? Во работната група. Значи има председател на таа работна? Има, која? да. Значи кој? По насоки од Министерството. Ние не значи, можеме... Министерството за правда кажа дека не може да се чепка во делот во каде што е наплатата на... и дека законот ќе се менува само во 3 дела. Dellovska tha se kupa është mbushur pasi gishtat gjithmonë drejtohen nga përmbaruesit dhe kur transferohen paratë nga përmbarimi tek ata mbetet më pak. Ajo dha edhe shembullin ku për 5 fatura të këshillit të shtëpisë për borxhe prej 37 ose 50 denarësh, për secilin kishte shpenzime të avokatëve dhe noterëve që arrinin mbi 500 euro. Sipas saj, duhet një ligj thelbësor që ul kostot për qytetarët. Ќе бидеш блокиран. И одеднашка сметката што ја зборам од 500 денари, која ќе стигне кај граѓаните 16.015, дури ми стигне еднашка за градски паркинг од Куманово, човека стално го зборувам, вика зборим ако треба и со име презиме, 17.800. Во која нормална држава вакво нешто има и сега повторно некој да предлага, а пазите, знаеш што е најтрагично? Извршители, адвокати, нотари, дури министерот, сите се правници. Еве, дури да не повикале нас, да не. Толку немаат свест да рече, чекај луѓе, што правиме ние овдека? Raporti i përmbaruesve për vitin 2025 tregon se gjatë 20 viteve kanë mbledhur mbi 2.2 miliard euro nga qytetarët, kompanitë dhe shteti. Vetëm vitin e kaluar u mblodhen mbi 137 milion euro, nga të cilat mbi 50 milion nga qytetarët dhe mbi 63 milion nga kompanitë. Ajo që shqetëson më shumë është se aktualisht ka rreth 2.5 milion çështje aktive për përmbarim, kryesisht tek ata që tashmë kanë përmbarues, ndërsa të tjerat presin në radhë.